Shkrimtari dhe përkthyesi Edmond Tupja, disa kohë më parë, në RTS tha se gjua shqipe po përjeton momente shumë të vështira, deri dhe dramatike aq sa për 100 vjet do të pyes shqiptarin, a flet shqip? Çështja qëndron në faktin se shqipja edhe për shkak të globalizimit po shkon drejt greminës. Pas 100 vitesh do të pyes shqiptarin, a di të flasësh shqip? Duhet reaguar, leksiku i gjuhës shqipe po bombardohet, po ikin fjalë të tëra. Kryeministri deformoni pari shqipen me fjalë që zdi nga i gjen. S'ka më mënyrë dëshirore në gjuhën shqipe. Habitoria është duke lënguar, po fshihet, titrat dhe mediave janë dram, janë alfabet funksional. Po rrudhet gjua, thandër të tjera Tupja. Aktoria Adivie Ali Pali është e njohur nga të gjithë si Mamica Kastrioti pasi dekada më parë ka luajtur në filmin Skënderbeu, një produksion shqiptar-rus i vitit 1953 nga regjizori i njohur rus Sergej Yudkevich. Ajo është kthyer pas në kohë dhe ka kujtuar gjithçka nga filmi në emisionin Pas mesnate. Adivie ka thënë se ju bën shumë intriga për rolin, por regjizori rus zgjodhi pikërisht atë. Sa kaq aktoria tha se i kanë sjellë edhe probleme me vizën, pasi këtë rol e donin dhe shumë aktorë të tjerë. Gjatë kësaj kohe unë isha fejuar dhe isha e dashuruar marrëzisht. Ai mund dhe të më ndalonte dhe të më thoshte mos shko në film. Mua ma sabotuan vizën, me zi ma nxorën, pasi të gjithë donin të luanin Mamicën. Burri tim e lajmëruan një ditë prej dite dhe i thonë, fotografin time e morën në Moskë dhe aprovuan nga Këshilli i Ministrisë, duke thënë që jemi dakord që kjo të bëjmë Mamicën, ndërsa këto te ne bënin tjetër punë dhe thoshin nuk bënin politikën e tyre në art. Unë e kam bërë filmin pa prova, vetëm kam mësuar skenarin dhe kam bërë prova me Yudkevich. Në rast se unë kam dalë më keq, sukses të madh në film është vetëm merite e Yudkevich, i cili ishte në 4 regjisorët më të mëdhenj të Bashkimit Sovjetik. Unë filmin nuk e kam parë për disa vite pasi u ndjeva keq në ato kohë se më shan aktorët. Mbas disa vitesh shkova në Amerikë dhe e kisha djalin kopjen. E vuri 3 net rresht pa njëri vetëm, 1 natë, 2 net dhe thash, e pas kam pasur gabim, pasi pas kam qenë mirë në film rrëfeu aktoria. Ajo ka folur për të kaluarën nga 15 vitet e internimit, vështirësitë ekonomike deri te rritja e fëmijës mes shumë sfidash. Donin kokën e burrit tim, ai ishte një nga integritarët më të shquar të Shqipërisë dhe donin kokën e tij. Pati fatin e keq dhe i futën 2 vëllezër në burg, ndërsa atë nuk e futën në burg, por e internuan bashkë me mua dhe të 2 fëmijët. I vogli ishte pa moshë dhe shkoi në Tiranë dhe e rritën njerëzit e mi. Ka qenë një varfëri në kulm në atë kohë, ne jetonim me vetëm me 2 fëmijë. Ne kemi qëndruar 15 vjet në internim. Nuk tregoj shumë se janë poshtërsirat dhe atij pushtetit të jashtëzakonshëm na liruan dhe u gëzuan njerëzit, ndan në llokume. Mbas 2 javësh erdhën dhe na pezulluan lirimin ton se gjoja nuk kemi falenderuar për tin. Ne jetonim në varfëri, por ndërgjegjen e kishim, u shpreh aktoria e madhe.